Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin e rregullt në hijen e mëshirës që do të jemi edhe këtë javë, padyshim pasi që është emisioni drejt për drejt dhe mbahet vetëm gjatë muajit të bekuar, muajit Ramazan, dhe pastaj do të vazhdojmë tutje me skemën tjetër të re programore që është gjatë ditëve apo muajve të tjerë jashtë muajit Ramazan. Nga ora 16 deri në orën 17 do të jemi live edhe sot, ku për sot kam të ftuar Hoxh Baki Meri nga Prishtina, ku do të flasmi për ditët e numëruara, në fakt për 10 e fundit, që tashmë këto ditë në fakt janë të numëruara edhe pa hyrë Ramazani, por edhe kur ka hyrë Ramazani, po e dim dhe jemi dëshmitar që po ecin shumë shpejt dhe tashmë jemi në 10 e fundit. Hoxh, selam aleikum miserve. Aleikum selam. Nisë gjeta, faleminderit për këtë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Çu keni kaluar këto ditë pothuajse tashmë jemi ka fundin përgjithësi, edhe si Hoxh edhe me xhamat edhe me aktivitete. Elhamdulillah, kemi kalu mirë, një muaj begatim i Ramazanit, me të vërtet një muaj që vetëm kanë dënë i madhë Zotë Gjellëshanu me ndëru, e kanë ndëru me këtë muaj, dhe ne muslimanët jemi të ndëruar nga i madhë Allah, që na dha mundësin me prit këtë muaj të begat të Ramazanit, këtë muaj të mëshirës, rahmetit, ku me të vërtet vrejhet ajo farë gjallënia e besimtarë muslimanëve, vrejet një atmosferë shumë e bukur, shumë e mirë, edhe këto ditë që na kanë mbetur, është një entuziazm i madh të gjithë besimtarëve, ku të gjithë po shpresojmë që të arrijmë dhe ato që ka synojmë natën e Kadrit në këto 10 netët e fundit, duke lusur të madhin Allah që na mundson, pra, që të na mundson edhe këto ditë të përjetojmë për të fituar kënaqësinë të madhe të Allah Azza wa Jall në veprat e mira, në punë të mira, në ibadete, për të cilat thirremi për të kryer edhe ato ditë që na kanë mbetur. Pra tham ditët e numëruara, në fakt çdo herë ditët e numëruara shkojnë shumë shpejt. Edhe pse është një muaj Ramazan, ndoshta në fillim mund të themi që një muaj mund të jetë i gjatë, por jemi dëshmitar që edhe në ditët më të nxehta të verës e kemi kaluar, kemi përjetuar dhe pra kanë shkuar shumë shpejt, e mos flasni për të ditë të cilat i kemi edhe në favor tonin kohën. Sa i kemi shfrytzuar këto ditë të numëruara si musliman, si komunitet përgjithësi? Është shumë e vërtet na jam kjo që thete, dhe ne jemi dëshmitar që ditët po ecin shumë shpejt. Por to ditë të muajit të begat të Ramazanit kanë ecur aq shpejt, por duke lusur të madhin Allah Azza që na ke mundsuar mi përjetu këto ditë dhe mi shfrytzu këto ditë. Po mbi gjitha që na kanë mbetur ato 4-5 ditë të këtij muaji begat, shkojnë shumë shpejt. Po bëjmë thirrje ftesë për të gjithë besimtarët që në maksimum mos djel lodhje të ditë që na kanë kaluar, por për kudrazi këto ditë që na kanë mbetur të shtojmë elanin, të shtojmë energjinë në punë të mira, të hajrit, për të fituar kënaqësinë të madhe Zotë Gjellëshan. Me të vërtetë shkojnë shumë shpejt, edhe tu 4-5 ditë. Prandaj ne duhet ta shfrytëzojmë kohën në maksimum, e të mos lejojmë asgjë, asnjë vepër e mirë, ibadet, apo çdo mundësi që na jepet për hajër e për mirë, ta shfrytëzojmë për shkak se ky muaj shkon shumë shpejt. Pos Allahu e din, a do të jemi ne në vitin e ardhshëm, a do të kemi fatin deri të përjetojmë muajin. Prandaj ti konsiderojmë këto ditë dhe net që na kanë mbetur si ditë e fundit të jetës tonë për të shfrytzuar maksimum. Po ja për që të mos djem lidh. E pse kanë shkuar 24 ditë, është e vërtetë që është lodhur besimtarin, ndjen punë, angazhim gjitha. Por këto që na kanë mbetur duhet të shfrytëzojmë. Të largojmë lodhjen, të largojmë gjumin, të largojmë tashatëmët, të largojmë domethënë ato gjëra të cilat bëhen pengesë për të shfrytzuar këto ditë që na kanë mbetur. Se edhe këto shkojnë dhe nuk mund minxojnë. Prandaj të shfrytëzojmë në maksimum në rrugë të hajrit, në rrugë të mirë këto ditë që na kanë mbetur. Padyshim që i tërë Ramazani pra ka vlerën e vet, por gjithmonë dhe gjithnjë 10 që i fundit është më i angazhuar për xhamatet, për muslimanëve, tu përfshi pra namazin natës, por edhe tu pas parasysh që ka më shumë vafur me fundi mundoheni me bëm më të mirë se sa fillimin. Cila është vlera këtyre 10 netëve që e tërë bota islame quhet me kam? Po s'ka dyshim naim se këto 10 netët e fundit kanë vlerë të madhe. Dhe ne kemi yrnek shembull pejgamberit selam. Ashtu siç tregon Aisha radhiyallahu anhu se pejgamberi selam në 10 ditët e para e dyta ka qenë shumë i angazhuar. Ka qenë bëmers, ka qenë në ibadet, në falë diçka. Po kur ka ardhur jetë ditët dhe netët e fundit, tregon Aisha nuk ka qenë i kënaqur Muhamedi vetëm me veten e tij, po përkundrazi ka thënë edhe krejt familjen. Dhe çdo gjë e ka rrit
në këto 10 ditë dhe në të fundit aktivitet në punë të hajrit dhe të mira. Pra ne kemi shembull pejgamberi selam se si ai e ka gjallë jetën e natës gjatë këtyre 10 ditëve. Për çka? Për arsye shumë të madhe. Për arsye shumë të madhe se ka treguar se në mesin e këtyre 10 ditëve është nata e Kadrit. Është nata për të cilën ka vlerë më shumë se vetë jeta jonë. Allahu në Kur'an përmend praset Lejletul Qadri khairu min alfi shahr. Se nata e Kadrit ka më shumë vlerë se sa 1.000 muaj. Jo 1.000 muaj, po më shumë se 1.000 muaj. Që do të thotë as ne nuk e dim, po një gjë e dim, ka vlerë më shumë se jeta jonë. Kreti, e çka është ky synim? Në tërë jetën tonë kemi një synim, të punojmë, veprojmë, të jemi në rrugë të Zotit që me fitu xhenetin e Zotit xhaleshanu. E Allahu xhaleshanu na ka dhënë mundësinë që me përjetimin e kësaj nate ne të fitojmë xhenetin e Allahu xhaleshanu. Edhe jo rastisht është betur kjo natë si enigmë, jo që me ditë saktë se kur është. Por pejgamberi selam na ka treguar, na ka thënë që me kërku këtë natë në 10 netët e fundit të muajit të begat të Ramazanit tek. Prandaj tërë ummeti islam në këtë dunja e shtojnë punën, aktivitetin, ibadetin, sadakan, humanizmin, fjalët e mira, punët e mira që të arrijnë shpërblimin e natës Kadrit. Për arsye se nëse një vepër ne e bëjmë gjatë natës, ajo vepër konsiderohet sikurse e ke bërë më shumë se 1.000 muaj, më shumë se tërë jetën të të ketu. Prandaj tërë muslimanët e kanë shembull ku ka thënë Aisha radiallahu anha se pejgamberi selam ahya el-lejl, do të thonë e kanë gjallë natën në këto 10 netë, nuk kanë di lodhje, nuk kanë di gjumë. Sa që tregon Aisha radiallahu anha e ka pyet pejgamberi alayhis salam duke parë kështu. Kësisoj këtë mund, këtë sakrificë, duke për të tja Rasulullah të i përgëzum nga anë Allahut Azza wa Jall, i zgjedhur si dërguari Allahut Azza wa Jall dhe gjithë këtë mund, gjithë këtë sakrificë. Sa që thot Aisha radiallahu anha, thot pejgamberi selam na 10 natë e çonte dhe familjen, na çonte neve fal namaz natë. Dhe neve u falshim bishim, kur u qeshim, e shishim ato ende duke u falur. Sa që thot për mos me kot gjumi e merte pejgamberi selam një farë lloj kanopi me gjemba dhe e lidh të barkun e vet, se nëse kotët ato gjebat me therr dhe m'ia hek gjumin. Kështu punonte veprat e pejgamberit selam dhe pi thom ja Rasulullah, gjithë këtë mund, gjithë këtë sakrificë, gjithë këtë flejem, edhe pse je zgjedhur i Allahut Azza wa Jall, edhe po i thot pejgamberi selam Aisha radhiyallahu e fela akunu abdën shakura, atë mos jem o jashe falendrues të madh Allah Azza wa Jall. Pra ky është shembulli që ne duhet të marrim. Pa gjithë të të mira që na ka dhënë i madhi Zot xhaleshanu, që e po dojmë mi numru, nuk do të arrijmë që thot Allah në Kur'an. Atë mos jemi edhe ne falendrues ndaj të madhi Zot xhaleshanu. Allahu na ka nderuar me këtë muaj të begat të Ramazanit, po na nderon i vetmi ummeti Muhammed alayhis salatu wasalam është prej aty ummetit që ka nderuar i madh Allah me natën e Kadrit. E kënder, si të mos ja kthejmë në të madhe Zot xhaleshanu me falënderim, me ibadet dhe Allahut Azza wa Jall. Prandaj gjithë muslimanët duke nisur nga vlefshmëria tepër e madhe së natë, gjithë e ngjallin natën e tyre në ibadet, në adhurim ndaj të madh Allah Azza wa Jall. Pra, kemi pejgamberin alayhis salam shembull se si ka shfryzuar 10 e fundit apo përgjithësi Ramazanin. Por ne në këtë rast, në këtë kohë e cila është shumë dinamike që po e quajmë dhe të angazhuar shumë mas dynjas ose punëve që kemi, sa po mund të më dhon hakin. Është vërtet se ne sot po jetojmë në një dynja më dinamike, por ne besimtar, ne musliman do të ndalemi. 11 muaj po ja kushtojmë jetës së dynjas. Të ndalemi gjatë këtij muaji e të falenderojmë të madhin Allah Azza wa Jall, që na ka bërë pikëpari musliman, që na ka dhënë shëndetin dhe çdo të mirë që e kemi prej tij. E kemi prej Allahut Azza wa Jall. Prandaj ne po gjejmë kohë për gjithçka këtë dynja. E Allahu na ka dhënë një mundësi që të gjejmë kohë për to si shef falënderimin gjatë këtij muaji të begat të Ramazanit.
se ky muaj shkon shumë shpejt si tam, po sa do të përfitojmë ne prej tij. Pra se muaji Ramazan është muaj i përfitimeve. Besimtari përfiton shumë, ndash shpirtërisht, ndash fizikisht, ndash mentalisht. Kur besimtari gjatë këtij muaji qetësohet, i kthehet anës së tij të brendshme dhe mundohet që ta falënderojë Allahun Azza wa Jall. Prandaj nuk duhet dinamika e jetës, e kësaj dynjas, me kohë që neve me na stagnu në adhurim dhe falënderim ndaj Allah në këtë muaj. Ne këta e kemi shembull Muhamedit alayhis salam. Prandaj shembulli i atij është më e mira për neve që ne ta gjasojmë atë dhe të shkojmë rrugës tij. Po ne mund të përmendim shembuj të ndryshëm se si e ka shfrytzuar pejgamberi alayhis salatu wassalam në të sidomos të tyre 10 netëve të fundit të Ramazanit. Ka thënë pejgamberi sallam, Allahu Azza wa Jall për çdo natë të këtij muaji të bekat të Ramazan, zbret në qiellin e dynjas. Këtë bën Allahu, krijuesi, edhe kërkon nga besimtarët dhe thot, a ka kush që ka ndonjë hall, ndonjë shqetësim e të zgjidhë? A ka kush që po më kërkon diçka e unë të jap? A ka kush që kërkon falje e unë ta fali? Subhanallah, kur njeriu dihet gjyraçar dhe e di se dikush ka mundësie me ndihmu, me të i kalu prej asaj situatës, ka dënish problem që ajtë do më thonë i rënë të dera ati. Të dera i rënë. Vetëm me asjet atë hal, atë problem, asë që cim që ka. E që është e kundër atë këtë madhë zëtë. Allahu po vjen të ti. Krijuesi po vjen të ti. Edhe po kërkan që ti mi bo kërkes ati e aj me të zjedhë halë. Kush e bën këtë? Allah po kërkan që ti të kërkën shka të dush të aj, edhe aj me të dhonë ty. Hish pa unalë, që është e kundër atë njeriu. Dikush vjen të kërkën diçka, i jep një herë, 2 herë, dikush du, hajtë zësë e bo bajat, s'mona mo, e te prove. E është e kundër të Allah. Sa më shumë që ti lip Allahut, Allah aqë më shumë të jep. Pikrisht edhe këtë në netët e fundit, e bën i madhe Zotë Gjellë Qanë, një po, a nuk është një kështi për neve, a nuk është dyqysh e randë për neve që i madhe Allah të zbret qiellin e dunjas e të kërkën nga ne e ne mos e shpirëgjojmë këtë rast? A dhe sa halët, sa problemet, sa shqetësimit e kemi? E kush është më mirë se Allah që në zgjedh ato? As kush. Prandaj edhe namazi natës është ai qelësi i zgjedhjeve halët problem. Po namazin e natës do të me bo që ka po pejgamberi sallam, jo që bojmë na. Jo që bojmë na. Po qysh e ka bo pejgamberi sallam dhe qysh transmetohet prej haditheve të Aishës radhiyallahu anha. Qysh ahja e ka zgjat natë, e ka zgjat namaz, po e ka bo dit natën. E ka bo dit natën, që do të s'ka flet hiç deri në agim. E ka falë namazin e natës. Në 2 rekate. Por, qysh ka falë? Ka lexuar Kur'an. Në ruku, sejdë, ka net me minuta të tërë. Duke bo dua, lutje, tek Allahu Gjelle Shanu. Nuk është namazin natës, veç rën kijam, apo shkon në xhami, atë edhe mas imamit. E kry namaz, u kry 1 saat, 2 saat, edhe u kry. Ja, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Pre mbrëmjes, mas iftarit, i falim taravit, e pej taravive, deri në mëngjes, kohët sabajt, është nata kur këtë du të me konë në adhurim dhe të madhe Zotë Gjellë Shanu. Nuk është namazin natë për falit 8 rekate, edhe për heki kani ku fara namaz natë. Jo. Vazhdimsi, qka me bo 2 rekate namaz natë? Ullësh, lexon Kur'an, bën dua, i mbledh fëmijët, familjen tonë, pra vetë, ja u tregov vlerën e kësaj nate, pse është ka qenë rëndësishme kjo natë? Jo i qënë të falim se namaz natë, se mos nata e kadrit. Jo. Pra, 2 rekate, dua lutje, dhikr, 1 ligjerat me familje, me kënatu, masanej, që është prapë 2 rekate tjera. Por bi gjitha i këshilloj të gjithë besimtar musliman,
që kur falin namaz nate, nuk është më rëndësi numri sa i ke falë. Por është më rëndësi bindja jote, zemra jote dhe sejdja jote. Ato kur jenë sejdë të kërkosh nga i madhi Zot Gjennet në gjuhën tonë shqipe, gjitha halët, gjitha shqetësimet. Mos qyrë me thonë 3 herë subhana rabbina alo, apo 5 herë, apo 7 herë, apo 11 herë. Por balljut le t'ja shprej shqetësimet, halët, dertet, kërkesat që ke ti. Kështu të veprojmë. Ti jeni të bindur që se veprojmë kështu. S'kemi mund të mi falë as të tërshate. Namaz note. Pse? Se cila periud ka me ta hongër 1 orë mas pakti. 2 recate namaz, dua, lutje, lexim Kur'anit, dhikr, dëni ligjerat shkur me familje. Që keme pa që se vepran kështut, ka me të shku nata, selam, keq për tem. Keq për tem. Kështut do të me shpiritu muslimani, kështut është yrneki Muhammed a.s. Pra në shtëpijat e tyre që të ketë gjallëni, mos ketë drita të shykle, po të ketë gjallëni, që kur vinë me lajket, e të madhe Zot Gjeneshanu, dhe ruhi me leku Gjibril, me të pa që është gjallë shpia jo, dhe gjitha të me lajke, kur vinë ato do të dëshmojnë para të madhe Zot Gjeneshanu. Pra të shfrytëzojmë këto net këtë mënyrë, për të kërkuar natën e kadret. E Allah pa dyshim nuk dyshoj kur, që Allah ja humb mundin besimtarit. Allahu ati personi, ati besimtarit, që e kërkon natën e kadret në këtë mënyrë, gjithsesi do t'ja jep. Pra, mund të lutemi të bëjmë namaz natë në çdo kohë, në çdo vend, në forma dhe mënyra të ndryshme, nuk është kusht apo patjetër me qenë vetëm xhami dhe me kyçe e pjesë, por mundem edhe rrugës vetur, ratë, qutë, dhe më thonë që me bë dua, lutje, dhikr e kështu me radhë. Pra me qenë vazhdimisht në ibadet. Vazhdimisht me. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Qalu rabbana ma khalaqta hadha batila. Allah e përshkruan gjitha format, mënyrat që besimtari muslimani duhet t'i bëj për ta falendëruar të madhin Allah Azza wa Jall, për ta shprehur dashurin e madhe që ka besimtari ndaj të madhit Allah. Mës mirëti, të gjitha rivajetet janë që namazi i natës të falet në shtëpi. Ashtu ka praktiku pejgamberi sallam, e kanë praktikuar sahabët, shokët e dietarët. Në shtëpi me familje, në atë mënyrë qysh e spjegova domethënë. Por shkojmë edhe në xhami, nuk ka gjë të keqe. Po mos e mjaftojmë me vetëm xhami. Për shembull në xhamia Prishtinë këtu bëjnë namazin natës për orës 12 deri në orën 1 apo 2 dhe u kry namazin natë xhami, hajde të shtëpia, bjen flan apo diçka tjetër, apo han syfir dhe me çashmet. Jo, nuk guxon kështu. Nuk guxon asesi domethënë që besimtari muslimani të kënaqet me ato çka ka fal në xhami. Po përkundrazi në shtëpi kur kthehet nëse fal namazin në xhami, kur kthehet në shtëpi, ta praktikoj prap se nuk ka numër kufizum të treqatë u kry. Sa dush fali, por bi gjitha mundo të përjetosh natën e kadrit me ato që edhe që ka najtë Kur'anun, me përmend madhështinë të madhe Allah Azza wa Jall. Të na mjoti ulën, kom, shtrit, çysh do të jem deri selam. Kam një lutje që bëjnë disa besimtarë një gabim të madh. Shumë gabim të madh. Cili është ai gabim? Falet të natën deri në syfir, e mas syfyrit bjen flen. Nuk e fal sabahin. E tër ajo periudha, ti jeni të bindur, e tër periudha që ka bo ibadet, të natën, që se ka fal, sabahin, ma mërmet që është e kotë. Ka thënë pejgamberi sallam, 2 recate, synet i sabahit, ka vlerë më shumë se sa krejt dynja dhe që ka mrena në ta. Sabahit, e lemë ku është farzi. Pra ndej besimtari, se i kanë dhe një havë të madhë, besimtari tash namazit natës dhe për xhamia. Edhe po i shofim xhamiat plot, po janë namaz natës. Po kur po vjen namazit sabahit, po i shofim shumë më pak. Ku janë atë namaz natës?
A duhet me kuptu dhe është një përgjithësi edhe hoxhallarëve që duhet me tregu këtë xhamatin. Se që ato 2 rekate namazit sabahit kanë më shumë vlerë se që ato 8-10-20 që ke farti namaz natës. E runa zot me leon tani fartin e sabahit. Çfarë kërkuaj? Prandaj duhet vëdësohet fa namaz natë, po namaz natë është namaz sunet. Nafile që këtë një kërkes, këtë një shqetësim, këtë një hal, edhe ja parashtron Allahut azza wa jall. Por Allah nuk mund të përgjigjet ty kur ti ja kelon obligimin. Farzën. Prandaj, pse po them këtë? Se pikërisht në 10 netët e fundit garojnë muslimanët. Garojnë muslimanët në namazin e natës. Është shumë mirë, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por bën gabim. Që ose të natën ke nejtë, ke falë, dhe nuk e ke falë namazin e sabahit. Nuk e ke falë sabahit. E ne musliman pra, do çdo sen me përmbush ashtu që çdot. Ashtu që çdot. Edhe kemi të drejtë me shprecu, se nëse kemi plotsu kushtet, Allahu ka më na pranue. Çdo ibadet që e bëjmë, çdo vepër të mirë që e bëjmë. Edhe inshallah na mundson edhe begatin më të madh ata për çfarë ne po mundohemi, e siç është nata e Kadrit. Nata më lirë se një muaj. Përveç po më ibadetit, prezantimin në xhami dhe dhikrit e leximit të Kuranit, shohmë që në 10 e fundit e kemi edhe shpeshtimi, zatën e kemi edhe penonave tona, pe baballarëve tonë që natave të mëdha në Ramazan, por edhe fundi Ramazanit kanë japë për shumë sadak maç, mundsi që kanë pas, qoftë sheqer, qoftë mill ose diçka me çun njerëzve nevojë. Pra shohmë që sadakaja po më është shumë e përhapur edhe jashtë Ramazanit, por tash në Ramazan kemi shumë të përfshi Bashkinë Islame, por edhe shumë institucione do thotë që mirën me ndihma të ndryshme kështu me radhë, sepse dinë që ka vlerën dhe rëndësinë e vet Ramazani, e veçanti edhe 10 e fundit. Pra, përveç ibadeteve, veçohen edhe me dhënë sadakës, ndihmave në forma të ndryshme. Po nuk ka dyshim se edhe sadakaja që na dhëmë është ibadet. Ne me dhënë sadakas bëjmë ibadet. E falenderojmë Allahun azza wa jall për atë pasuri që na ka dhënë. Për atë pasuri që dhe na japim. Përveç sadakas që japim muslimanët në këto 10 ditë e fundit, është sadakatul fitri edhe zakati. Janë 2 prej obligimeve që ka muslimani besimtari dhe që ka një problem të madh tek i madhi Zot xhaleshanu dhe padyshim se Allahu do t'i shpërblej shumë ata besimtarë të cilët dhojnë. Për arsye se ata të cilët dhojnë janë falendëruar ndaj Allahut. Ata di shumë mirë se pasuria që kanë është risk i Allahut xhaleshanu. Ashtu si thot Allahu në Kur'an, "Wa mimma razaqnahum yunfikun", dhe për asaj që ne ju kemi dhënë, ju japni. Dhe është shumë e vërtetë se këto 10 ditët e fundit muslimanët janë shumë më solidar për shkak se edhe shpërblimi është shumë i madh. Çdo sadaka e ka shpërblimin e farzit. Ç'është sadakaja? Sadakaja është një ndihmë humanitare kur besimtari shpreh adhurim ndaj të Madhit Allah duke e ndihmuar dikant. Dhe është falendërues që i Madhi Allah i ka dhënë pasuri. Masandej sadakatul fitri që i japin në këto ditët e fundit të muajit Bekat është pastrim i agjeruesit nga ato lëshime që ka mund të mi bëhet duke qenë ai agjerueshëm. Prandaj pejgamberi ka thënë sadakatul fitri rrin vjerë mes qiellit dhe tokës derisa muslimani të jep agjerimi rrin vjerë derisa muslimani të jep sadakatul fitrin, që do thotë Allah e kërkon agjerimin e agjeruesit të pastër dhe me sadaka ne domethënë e pastrojmë agjerimin. Dhe s'ka dyshim se ky fond domethënë që jepet të gjithë muslimanët është një sadaka e rrjedhshme për të gjithë besimtarët ku përfitojnë të tjerët. Përfitojnë të tjerët. Në kuadër kësaj besimtarët tonë që na kanë mësuar dhe premton më shumë të këtë burim ashtu edhe zakatin që është pastrim i pasurisë që kemi që na ka dhënë Madhi Allah, i derë në fondin e Bashkisë Islame. Fond të cilën organizon Bashkia Islame për mbledhjen e këtyre fondeve dhe me këtë fond mbahen institucionet e Bashkisë Islame, po është edhe një pjesë që mbahet edhe shoqata Bereqeti, ku vetëm në këtë muaj, nëpërmjet shoqatës Bereqeti, Bashkia Islame ka ndarë më shumë se 8.000 pako ushqimore vetëm për qytetarët e Prishtinës së fjala. Edhe tash vazhdimsi. Prandaj me këto që ne të bëjmë, japim nga
sadaka e jonë, vitrat tonë, nga zeqati jonë në fondet e bashkisë islame, të gjitha përthakohen me këtë fond në të mirë të qytetarëve. Prandaj janë shumë solidarë, elhamdulillah për Allahut, këto fonde që kur populli jonë nuk i kanë dalur për të mbajtur institucionet e bashkisë islame, institucionet të cilat funksionojnë shumë mirë dhe në kuadër tyne janë edhe të gjithë imamët, janë medreset, janë fakultetet studime, është dhe shoqata e Bereqeti, për të cilën shoqat po flitet sot shumë në për çdo media ku dimat në përmjet shoqatës Bereqeti po shkojnë aty ku do në për familjet që kanë nevojë. Në vjeqin e fundit ka dhe shumë pyetje që bën pra për vitrat, ku më jap, qysh më jap, sa më jap, apo më jap për ata që nuk agjërojnë e kështu me radhë. Pse është kaq e rëndësishme më jap vitrat për shpejtim gjuhën e popullit? Dhe a pranot agjërimin nëse nuk i japin vitrat? Po ashtu siç e thash, pejgamberi selam ka thënë agjërimi i agjëruesit rën vjerën mes tokës dhe qiellit dhe nuk gritet larg pa udhë vitra. Pra udhë vitra është një vajib, një obligim për secilin besimtar e besimtare. Ajo jepet shumë qartë ka treguar Allahu në Kur'an se kujt do t'i jepet, po dy janë fonde të cilë neve na interesojnë si shqiptarë musliman që jemi këto. Fondi i parë do të varfërve që i kemi në familje, që i kemi në fqi apo afër tonë, se ata të më thonë e presin dorën tonë, që të kenë dhe ata një ushqim të begat të mirë për të uruar fesën e Bajramit. Dhe në fondin e bashkisë islame, të cilët japën dhe në atë fond, ku mblidhen vitrat, bashkia islam e ka edhe degën e vetë shoqatën Bereqeti që thash. Dhe shoqata Bereqeti, ne do t'jemi dëshmitar dhe më thonë në këto ditë, kur do të shohim se sa pako, sa ndihma do të ndahen nëpërmjet shoqatës Bereqeti në tërë Kosovën. Pra, nga fondit të cilët mblidhen nëpërmjet sadakas, zakatul fitrit, edhe do më thonë nëpërmjet zeqatit. Për ku t'i japim? Ne kemi një rast ku pejgamberi selam është pyetur nga një grua se për këtë me dhonë, aja gruja ka qenë shtacion dhe ka bërë kështë edhe për atë fëmijë, dhe me dhonë që është barë këtë, ka thonë me dhonë vitër. Pse është spastrim? Është spastrim, është një sadaka për shpirtën e tij. Prandaj është mirë të gjithë besimtarët që ndjen veten musliman me dhonë zakatul fitrin për të kryer këtë obligim. Po ashtu pyesin shpesh do thotë që ne që jemi jashtë, me dërgu jashtë apo me prunë Kosovë, pastaj janë 7 anëtar familjes, 5 kanë agjëru, 2 nuk kanë agjëru. A më jap edhe për ata që s'kanë agjëruar apo çka më bëhet, pse nuk është vlerë, ku më ditë që sa i jap apo nuk i jap, nuk mirë dhe shumë në buxhetin familjar, por që dia dikush edhe ndoshta për 3 euro mund të hezitoj që a më jap apo mos më dhon. Unë ftoj se të gjithë besimtarët me pat mundësi, po tash është edhe mundësia për shkak se bashkia islame ka thënë edhe në online të pagesave, domethënë të vitrave, sadakas e çatit, më së miri është me dhënë në vendin tonë, në familjen që ai buxhet derdhën këtu në vendin tonë Kosovë. Më së miri është ata shpjala për jashtë, domethënë gurbeçat që kemi që me pat mundësi me dhon edhe sa zeqatin edhe vitrat me dhon domethënë në Kosovë në vendin tonë aty. Sa i përket asaj se jem 7 antar, 2 një nojnë, 5 një që kam. Ne themi, djetarë që kanë thënë, është mirë, ai që ka agjërua gjithse jep, por është një letësim dhe një dua lutje edhe për ato që s'ka një nuë. Ma mirë është me bo një dua një lutje, me dhonë që ato për në emër ti, edhe pëse s'ka një nuë, e me bo një dua lutje të Zoti gjenë në shanu hu, për me udhëzu ato. Së është evlad i joni, është la i joni. A kem obligim? Obligim se kem. Obligim se kemi. Obligim se kem. Por është një vullnet i mirë i familjes, por mos me da. E me bo dua lutje, që ndoshta qaj dua lutja që ti ke dhonë një sadaka, një vitër për ta, do të që bëhet hidajet për ta. E si obligim nuk pa mërës, por obligim është të më thonë për ata që kanë agjeru. është fjala për ata që kanë agjeru që jenë moshët madhore, se fëmija dhe më thonë ata se kanë obligim, për ata duhet japët vitra. Po ashtu kemi padyshim që Ramazani është për shumë musliman dhe muslimani është si piknisje disa punëve shumë të rëndësishme. Për shembull kemi shumë vëllezër që në Ramazan kanë si adresë që kanë filluar me fal namazin, për shembull 5 kohë. Kemi shumë të tjerë apo dhe të tjera që kanë filluar me lexu Kur'anin ose janë mësuar pastaj me lexu Kur'anin më mirë. E pastaj kemi shumë motra që kanë filluar edhe me dhunë bëlesën ose me vendos shamin. Pra Ramazani është një shkollë në vete
që të mirat e tij nuk kanë fund në faforme. Dhe muslimanët e kanë pra edhe çështja e zakatit që ta në vitin pra nuk japin dhe kur vjen puna e Ramazanit e kanë si në Ramazan çdo biznes ose shumica e bizneseve që menaxhohen prej muslimanëve e japin në Ramazan. S'ka dyshim se vetë Ramazani është bereqet. Ramazani sjell çdo të mirë. Qyshtet pejgamberi sram, pse ndodhin këtu? Në fillim të muajit të Ramazanit, hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit dhe mbyllën shejtanin. Çdo njeri e ka mundësinë më lehtë në muajin të Ramazanit me bu veprën e mirë. Për shkak se një armik të përbetuar, siç është shejtani iblisi, e ka të lidhur. Prandaj edhe ne shohim gjatë muajit të begat Ramazan që gjallohet jeta e muslimanëve. Xhamiat janë përplot. Fillon njeri që su fal kur fillon në Ramazan, mu fal. Ashtu si thot pejgamberi në natën e parë të Ramazanit, zbresin me lajket dhe thonë, o ju të cilë keni punu punë të mira, vazhdoni punë të mira. Kurse o ju të cilë nuk keni punu punë të mira, daluni për këqijave dhe hyni të mirat. Pra në fillim ditët e para të muajit të begat të Ramazanit, vrehet bereqeti Ramazanit. Vrehet xhamia tona, vrehet shtëpia tona, vrehet kudo atmosfera e Ramazanit për shkak se është nimet prej të madhit Zot xhaleshanu. Ne kemi kësi raste shumë në për xhamia tona kur shohim për çdo ditë fytyra të reja. Fytyra të reja të cilët vinë në xhamia, ne për çdo ditë të Ramazanit vrem njerëz, biznese të cilë vinë zëqatin e tyre, bin sadaka, bin ushqim, bëjnë kërkesa tek ne ku ka të varfër, ku ka jetima, për të. Për çdo ditë ne vrem xhamia tona që ka interesuar student, të cilët dëshirojnë ta mësojnë fjalën e Allahut, leximin e Kur'anit. Për çdo ditë ne vrem në familjet tona, motrat tona, të cilat kërkojnë që të mbulohen, të kryejnë një obligim dhe tërë kjo është bereqet për të madhin Zot xhaleshanu, që gjatë ti muaji Allah ka për synim që bereqeti Ramazan të arrijë në zemrat, shpirtat e muslimanëve. Ka për qëllim që muslimanët ta mush me energji dhe tërë këtë energji që e merr pozitive gjatë ti muaji, muslimanët ta reflektoj apo ta shpërndoj gjatë 11 muajve të ardhshëm. Pra ky është Ramazani. Ky është qëllimi dhe inshallah na mundson Allah që me arrit të qëllime dhe nuk kem kur farë dyshimi se të gjitha këto qëllime ne për të ditë si imam që jemi i vrem dhe më thonë në xhamia tona këtë bereqet të madh që ka dhënë i madh Allah gjatë muajit të Ramazanit. Po nxirren edhe shumë nxënës, shumë talebe, shumë vajza dhe djem gjatë muajit Ramazan si nxënës të cilët po hyjnë në Kur'an apo në shkrimin e Kur'anit. Elhamdulillah. Ka interesim sa po mësojnë. Elhamdulillah. Me nga xhallarët që mirën me këtë punë tash sa vite. Elhamdulillah, elhamdulillah. Nuk mund të las tash për vete, pasi që e din gjithë ata student, gjithë ata qytetarë, anën këtë Kosovës, për kontributit që kem dhënë në leximin e Kuranit dhe që japim në leximin e Kuranit. Por një gjë mund të them për krejt kolegët e mi dhe për të gjithë ata të cilët din me lexu Kuranin. Ka thënë pejgamberi selam, më i miri për jush është ai i cili mëson Kuranin dhe mëson të tjerëve. Unë për vetë them, as të një punë nuk më ka bërë mu të ndihem krenar më shumë se sa mësimi i leximit të Kuranit nga gjithë ata studenta të cilat ka qenë xhamia ime simtoria për leximin e Kuranit. Ne deri më tash kemi qitur 27 gjenerata të ndryshme, djem, studenta, burra, fëmijë, lexues të Kuranit. Dhe unë jam krenar për këtë punë, për arsye se krenar më bën madhështia që do ta kenë këta djemt nesër kur do të dalin para të madhin Zot xhaleshanu. Më bën krenar se sa herë këta djemt që ndoshta shumë ka ndodhur që mu kam paraqit e ndoshta se kom njoft, do të hoq para 10 vjetë pas kom siguron. Po pas ai ko, po një sen tha di që sert lexoj unë ti ke më marr sevape. E prandaj kjo është rruga më e mirë, nuk ka rrugë më të mirë për të mbushur kontot e sevapeve të këtij madhëzi se sa mësimi i leximit të Kuranit. Fjalës së Allahut xhaleshanu. Me gjithçka mund të punojmë mirë,
por prapë po them nuk ka asgjë që më bën mua krenar se sa gjithë ajo punë që kemi bërë dhe inshallah e bëjmë vazhdimisht me reximin e Kuranit. Gjenerata, gjitha qindra mira nxënës apo student, duhet vullnet dhe dëshirë edhe sabër. Absolutisht. Pasi që ka lloj personi që vjen aty dhe është i falloj shkollën e vete. Absolutisht, do të sabër, do të mund, do të sakrificë, por të gjitha i mbun vullneti. Të gjitha i mbun dëshira, të gjitha i mbun ajo farë shpërblimi që din që të kesh tek i Madhi Zot Xheleshar. Një gjë du ta them na të. Ata që kanë mësu në leximin e Kuranit, ata nuk janë xhallar. Unë kam nxënësat mi në çdo institucion sot në Kosovë që kanë qenë nxënësat mi që kanë mësu leximin e Kuranit. Unë dihem krenar. Ashtu që do të jetë çdo njeri, se mision i të gjithë neve është ta dhojmë kontributin tonë kudo që të gjendemi. A ka me krenari se shkon komun, selam aleikum, aleikum selam. Shkon qeveri, selam aleikum, aleikum selam. Shkon spital. Kudo që të shkish i ke këta vëllezër musliman. Çka do të thotë kjo? Këta vëllezër musliman janë e ardhmja e popullit tonë. Këta njerëz i kanë frikë Allahut Xheleshanu. Këta njerëz nuk mund të korruptohen. Këta njerëz nuk mund të hajnë pasurinë e shtetit. Këta njerëz i kanë frikë Zotit Xheleshanu. Pini njerëz që i ka frikë Allahut, kur ti mos thotë që bën keq ai. Ky është misioni të gjithë neve do të bëkon. Që këndo që kesh para vete, me mësu, pse ja të vërtetën, pse ja hakun, pse ja të ketë frikë Zotit Xheleshanu. O xhallar së bohemi. Por secili në drejtimin e vetë ka me dhomë përgjësin. Pra dhe kjo më bë mu krenar. Kur i di që aja është në kek, aja në spital, dhe e di që është i sigurt. Keku, është i sigurt posta, është i sigurt qeveria, është i sigurt komuna, prej këtyre njerëzve. Po do të punë, do të angazhem. Sa më shumë që të qesim si njerëz, që i kam frikë Allahut Xheleshanu, aq më të sigurt do të jemi mërnukit shtetit tonë, aq më të dashur do të jemi për shtetin tonë, aq do të kemi dëshirë që gjithë ata që kanë shu vend të kthehen në vendin e vet. Prapë them, kjo më bë krenar, se ata kanë qenë nxënësa, kanë marrë diturinë, po janë në profesionet e tyre. Janë në rrezikat e tyre. Janë aty ku kanë përcaktuar Allah edhe e dhojnë e kryejnë detyrën të cilën kanë mision. Me që do të u përmend çështja e shumë vëllezërve dhe motrave që kemi jashtë në diasporë, madje edhe shikuesit tanë, një pjesë e madhe shikuesve kemi jashtë, po punojnë në vendet evropiane deri në Amerikën edhe Kanadën e largët. Shohmi që kanë mësuar këtë Kur'an, kanë lexuar Kur'an ose kanë filluar me fol namaz këtu, por fetarin vazhdojnë me mbajt edhe në vendin që kanë shkuar atë, pa më parasysh lagsisë. Edhe u janë me njës hoxhallarëve të cilët jo kanë mësuar fenë edhe apo Kur'anin apo fenë në përgjithësi dhe vazhdojnë me qëndru atje duke mos e lënë anash fenë. Dhe njëkohësisht një pjesë e madhe e tyre po vazhdojnë të vinë në Ramazan, qoftë në 10 e parë apo të dytë apo të tretë, varet se si kanë mundësitë, dhe po vinë në Ramazan për shkak se atmosfera në Kosovë ndryshe në krahasim me atë që është, do thotë, në Evropë apo në vendin që jetojnë. Pra edhe në 10 e fundit po shoh shumë vëllezër që kanë ardhur nga diaspora me përjetu 10 e fundit të përfshi edhe festën e Bajramit. Po kjo atmosfera që është në vendin tonë është një atmosferë shumë e bukur që të rjek secili njeri me kon pranë familjes vet. Në këto ditë fund të Ramazan, po mbi gjitha edhe në festën e Fitr Bajramit. Ajo që përmende ti, unë jam vetë dëshmitar, kam udhëtuar nëpër Evropë dhe sidomos pas pandemisë ka pat një migrim të madh të vëllezërve studentave tonë që kanë dalë për Kosovës. Dhe ne sot jemi dëshmitar si në Gjermani, si në Zvicër, në Austri, në Angli, në Amerikë, në Kanada, në largët atje, ku plot vëllezërit tonë kanë migru dhe janë prej atyre iniciatorëve të cilët kanë marrë iniciativa që t'i bashkojnë shqiptarët në xhamia. T'i bashkojnë shqiptarët në xhamia. Pikërisht ta djemë tonë të cilët kanë marrur diturinë këtu në xhamia të ndryshme, ata që për praktikojnë në atje për shkak situatë ndryshme, ata kanë migruar atje. Po çka të bën më shumë të krenar, çdo organizim dash fetar, dash kombëtar sot nëpër Evropë dhe në Amerikë bëhet në vend takim xhamia.
Nuk kemi me shoqata të ndryshme. Për të dalë shumë televizione, shumë radio, nuk ka. Gjithve takim sot i shqiptarëve është xhamia. Xhamia ka sot rolin e bashkimit të muslimanëve shqiptarëve. Dhe jam për plot janë. Unë isha në Gjermani, isha në Itali, isha në Zvicër, isha në Angli. Të knaqë kënë zemra, këtë vllaznitar, këtë të bledhën bashkë në xhami. Kretë aj është fryt i hoxhallarëve, imamëve tonë këtu. Por, për shkak gjendjes së rrotës sociale, ata janë dashur të emigrojnë për një punë, për një jetë më të mirë. Po prapë unë them, e lusë Allahun xhallal shanuhu që sado, kudo që tjera ata, Allah të i ruaj. Dhe unë me bisedim me ty, ata gjithmonë kanë mendje për të kthyer në vendin vet, për të kthyer Kosovë, se nuk ka vetë më të mirë se Kosova, por duhet angazhim i të gjithë neve që situatën me rregullu në Kosovë. Me rregullu, gjendja sociale, të luftohen dukurit e këqija. E këto bëjnë që ne të bëjmë një grumbullim të përbashkët të gjitha shtresave të ndryshme intelektuale që të luftojnë të dukuria. E të kthejmë gjithë atë rini e cila është jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës. Është përdhimse, po elhamdulillah që e kanë islamin, e islami është garantues më i mirë që atyre do t'ja ruaj gjuhën, do t'ja ruaj traditën dhe gjithmonë do ta kenë ndërdije mu kthy në vendin e tyre në Kosovën e dashur. Allah shpëbleft për këto këshilla dhe që ishe pjesë i këtij misioni. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju, kisha kënaqësinë që isha musafir tek ju. Allah e shpërblet. Amin gjithë. Inshallah të nderuar me shtërtis kash për këtë emision për sot. Takohemi sigurisht nesër dhe atëherë më mbetshim në vazhdim me programe të tjera nga RTI. Selamun alaikum.